Në 12 vite pam rënimin e Shqipërisë. Kur nuk heshta. Sot, çmimet janë më shtrenjta se në Europë. Paga dhe pensionet nga më të larta që unë i lash u zhytën të fundit në rajon. Kur nuk do heshtë për largimin e mbi 1 milion shqiptarëve, për shkollat pa nxënës, për djepin bosh në shtëpitë tona dhe për coptimin e familjes, për shkatrimin e demokracisë nga Edi Rama. Një thirrje e fortë erdhi tek unë, vendosa të kthehem, jo si politikan, por si misionar, duke marrë përsipër çdo sakrificë. Unë rikthehem që të zhdukim varfrinë ekstreme në 100 ditë, për të rritur pagat dhe pensionet, për një mundësi të re, për biznesin, fermer, çdo qytetar në Shqipëri dhe diasporë, për të pastruar Shqipërinë nga krimi. Unë kam bërë një betim, për sa kohë Zoti të më jap forcë dhe frymë, do luftoj për vendin dhe kombin tim. Ftoj shqiptarë të ndalim të keqen. Ditën e diel të bashkohemi, të votojmë ndryshimin për të bërë Shqipërinë madhështore.